Trajneri përfaqësues së Serbisë Dragan Stojković ka qenë shumë i ashpër në konferencën e djeshme për mediat, duke kritikuar lojtarë të ndryshëm dhe një prej tyre ka qenë dhe Sergej Milinković-Savić, padyshim një nga yjet e Serbisë dhe ai që vlerësohet si lojtari më i talentuar i brezit. Mesueshori, i cili ka bërë emër në Serie A me Lazio dhe tashmë luan në Arabinë Saudite te Al Hilal, nuk ishte në listën e Stojkovićit dhe ky i fundit ka bërë të qartë se për të nuk do të ketë më ftesa për sa kohë që ai drejton përfaqësuesen. Sa i përket Sergejit, mendoj se kemi folur 5 herë. Ai i qëndron të mendimit se nuk është psikologjikisht gati. Për sa më përket mua, për sa kohë të jem unë trajner, ai nuk do të ftohet më. Me një trajner tjetër do të duhet që një ditë të pyes një trajnerin tjetër, por unë mendoj se nuk ka më asnjë arsye pse të humb kohë, pavarësisht nëse luan apo jo, unë vazhdoj të kem shumë respekt për të, por qëndrimi i tij është se nuk është ende psikologjikisht i gatshëm. Duhet ta pranoni që pas 5 bisedash nuk e pse diskuton më këto çështje. E përsëris që nuk ka as pak të bëjë me mua, nuk ka asnjë zëng, do të kërkoja që njerëzit të mos krijojnë histori të panevojshme. Unë nuk kam as dëshirën dhe as energjinë që të bind dikë nëse nuk dëshiron. Mund ta shohësh qartësisht se Silja ai që tregoi dëshirën e tij, tha Stojković para mediave. Milinković-Savić nuk luan me përfaqësuesen e Serbisë që nga Europiani i vitit të kaluar në Gjermani dhe ka refuzuar të gjitha ftesat që ka marrë deri tani.